Ja ku erdhëm përsëri në kuzhinë, po ju prisnim. Ktu vazhdojmë ne të kemi ide të tjera për ju, për gatimin e sotëm apo sugjerime, se mbase gjellën me bizele e keni të preferuar, janë dhe të sezonit tani. Dikush ka mbledhur, i ka vendosur në ngrirje të qëruara, dikush i gjen ashtu, dikush ka patur dhe në ngrirje, po pse mos i shfrytëzojmë tani, kemi në sezon. Unë fakt në ngrirje kam, por zgjodha të marr të frestat sot. Kam dhe në ngrirje, dhe nuk është se ka ditë të tjera dhe presin edhe ngrirja, përdesa unë i kam në ngrirje, është më mirë të qëndrojnë atje, se sa ti marr, të shkri, të marr gjysmat, dhe pse ato ndahen në racione. Tek racioni unë marr, kaj sa më duhet këtu, diku tek gjysmë kile, do ju duhet të merrni më shumë nëse e keni me janë të fresta, i shkon diku tek 800 gram, s'ka e tillë. Marr qepën e njom, pjesën e bardhë. Pra e shikoni që unë nuk do përdor fare qepën e thatë, po qepën e bardhë. Kam shtuar yndyrë në tigan, derisa të ngrohet, e kaloj direkt në blender, në ngrirëse. Kam edhe pjesën tjetër këtu. Kjo e grira këshu e qepës e njom kryesisht, e lidh më mirë gjellën. Po, pa tjetër, ja. Duke e ndihmuar. Në pak ose fare krip këtu. Marr një pjesë jeshile. Do pres pak sa të zbutet qepa e bardhë, po. Pjesa e bardhë, dhe më pas pjesën jeshile. Pjesën tjetër, në fund të gatimit, do të agri holl me fik. Jep një tip freskia ajo qepa në fund fare. E njom. Kjo pjesa këtu që është me madhe, ish fare më së shqetësoj. Janë disa të prera më shumë, më pak. E ndihmoj me yndyrë, sepse kam shtuar pak. Do të marr domatet. Largoj. Dihet që çdo frut, çdo perim, nëse kanë të tilla, këto shenjat e tilla, do të thotë që kjo domate është e mirë, është domate baçeje, është bio. Unë i kam marrë në fshatar, të fshatari, po. Janë ato të shtrëmbra që ne në përgjithësi kishim atë mani që ti merrnim të bukura të mëdha. Ishim mësuar me ato gjërat e bio dhe donim kështu të mëdhaja, lule shtrutet e mëdhaja. Ja që nuk bëhen aq natyrshëm ato, pa ndërhyrje. Kështu që mirë është që jemi, megjithëse vërej që njerëzit janë shumë ndërgjegjësuar, shumë selektiv dhe në treg i vërej që i zgjedhin duke u menduar mirë perimet. Dikush përdor disa truke të veta, i duhat, i zgjedh nga ngjyra, i shoh pak tani që ka dalë dhe shalqini për atë pjesën afër bishtit, janë disa truke që nga ngjyrat, zhurma që i bëhet, kështu që ka disa truke edhe për shalqinin, ndoshta një ditë mund t'i sjellim edhe këtu sa të filloj të vrullshëm. Unë në baçën time, në shtëpinë time, unë nuk shoj asnjë lloj pesticidi. Te shega, ulliri dhe tek agrumet. Asgjë, thjesht ujë dhe asgjë tjetër. Shtoj dhe bizelet. Bizelet nuk duan më shumë se 20 minuta sepse janë. Po. Edhe është një vit bën, këtë vit për shembull shega nuk do bëj, aq sa ka bër vjet. E ka një vit po, një vit jo atë prodhimtarin. Kurse limon e kam 7 hersh. Edhe është lëkur hollë. Ai lëkur hollë është më i mirë sepse është ka më shumë lëng. Ka lëng. Po. Atë biles mund ta e konsumon dhe me lëkurën. Çfarë arome që hape, që përhape çfarë arome. Kam domatet, Kam të 2 kg, 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 2 kg
kam pjesën tjetër të domates. Pra nuk do të shtoj as piper të kuq, as gjë nuk do të shtoj. Thjesht e dua me shije jo të imponuar. Thjesht fare, domatet aty salë që janë të pjekura të kuqe me lëng, të shishme, qepët e njoma të zbutura bashkë me pizelet edhe gatimi mbaron shumë shpejt. Pra i lë pak sa që të kaurdisen. Bede një shplarje pak të vogël të taljerës. Lidhet me domate në pjesa e lëngjeve, se do thoni ju që mos qëllon që veç uji, veç gjella, por pak nga qepët e njoma, pak nga domatja dhe bizelet gjithashtu. Nuk do të shtojmë fare ujë, sepse kanë lëngjet mjaftueshëm sasin të domateve. Dhe duke patur parasysh që të treja perimet që po përdorim kanë të njëjtën kohë zjerjeje. Pra, edhe bizelet e pa ngrira. Pra, ja. Bën të sotarizuara skuqe dhe një zjerje shumë e lehtë me lëngjit që kanë vetë. Ja. Do të marr të shtoj karotën në fetza imët. Po. Sa më imët. E ndihmojmë pakës me ujë bimësh aromatike. Sa të pushoj. Pushon zhurma. Po. Aq. Shtoj. Karotën e prerë. Imët. Qa vetë. Prera kështu në fetza e ndihmon që të zjejnë në të njëjtën kohë me pjesën tjetër. Dhe tani kemi gati për të shtuar domaten, për të përfunduar recetën. Shojmë një përmbledhje të së bashku të bizeleve me domate, me qep të njoma, me pak karot. Njati dhe ke keni listën për t'ja u sugjeruar. Dikush i gatuan me patate, dikush nuk shton patate. Tani është më mirë të përdoren sa më pak kombinime kështu, lirshëm, freskët, bizele të freskta 500 gram, 5-6 qep të njoma, 2-3 domate ose 2 lugë gjelle salcë domate, 1 karot, 3-4 lugë vaj ulliri, krip, piper i zi, dhe në fund fare e freskoni me pak majdanos të grirë. Kjo është receta, të i lëm pak minuta që të zjejnë, karotat më shumë. Akoma nuk shtoj kripën, piperin asgjë. I kam këtu, dhe bëj gati. Qepët që unë i kam për të në fund fare. Këto që ndjejmë atë shijen e freskët të tyre. E mirë është, nëse në bacët tona që s'kemi faktikisht, tani dhe është e vështirë, që të kemi erba cipolino, qepa karabushe. Po. Qepa karabushe. Ajo është shumë e mirë. Të imta të holla fare. Ato janë shumë të mirë, si fije bari. Pra këto t'jenë sa më imët. Duke prerë diagonale, në fund fare, këto janë vetëm në fund. Pa kaluar fare në proces termik. Edhe piperin. Këto i lë. Më njanë. Që ashtojmë në servirje, në fund fare. Mbaron gatimi është në fund fare. Ja, ansoret. Mua më pëlqen që tani t'i quaj të gjitha gjellë tigani. Po. Mbarojnë shpejt, mbarojnë zjenë gërgjë shpejt. Po. Janë dhe të freskëta. Shtojmë masën e kripës. E mbajmë pak dorën. Pak fare piper dhe sërish në fund fare. Kur themi në fund fare ne rregullojmë shija në fund fare. Do të shtoj
masën e salsës. Një është momenti të lëm të zjejnë në qetësi. Edhe me shtimin e salsës, tani lidhen më mirë. Kështu që mos u trëmni se s'përdorni qepën e bardhë që gjithmonë e përdorim për të lidhur gatimet, shifeni sa mirë u lidh gjella me bizele. O të doni ju, bëhet gatimi thatë, pra një gjellë e thatë me shumë pak lëng, ose në të kundër, për shumë dhe keni dhe me lëng që për të ngjyrë. Si të dëshironi ju. Pra bëhet në formën e supës, bëhet me hollë, edhe afërsisht i takon asaj çorbës shkodrës që t'jetë me lëng. E lëm kaq edhe do të shtoj bimë aromatike këtu, siç e them gjithmonë, gjys në fillim, gjys në fund, që më shkojnë me qepët. Dhe imagjinoni vetë se sa e shishme del kjo gjellë, ky gatim. Mua më duhet. Mos tentojmë t'i zjejmë shumë, sepse nuk ka nevojë të zjejnë shumë bizelet. Do të thënë, jo të tërsohen ngjyra e tyre. Edhe prishet shija. Shija nuk është e atëherë ju bëjeni pure më mirë. Të marrë një pjesë tjetër këtu. Përse që unë të kem kërcejt, se shkojnë më shumë me gatimin. Ja, i largoj. Pra kërcejt janë shumë të mirë. Nuk keni pse i më njanoni. Sepse i përdorim shumë mirë janë në gatim. Çdo gjë gatuhet, çdo gjë. I vendosim dhe kapakun dhe lëm të qëndrojë në qetësi. Në minutazhin që do të shkëputemi në për reklama, do t'i ketë mjaftueshme gjella për t'u zier, shumë pak dhe për ta testuar, provuar, do të lëm tajkoset a pjesa e sipër me lëngjeve. Avash, jo të mbyllur tiganësh ato, unë kapakun, po të bëhet avash, ul edhe nxehtësinë. Tjetër telefonat, mirëpresim, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga po telefononi? Jemi shumë mirë. Nga Tirana. Po na ndiqnit. Po kam edhe unë kam nevojë të kontaktoj me Yllinerën, se të kam marrë dhe herë të tjera në ditën që kur ke emisionin, por nuk kam mundur të kapë. Po. Të lutem, ku mund ta gjej? Do të dërgohet numri, do t'ju telefonoj stafi më pas, por më thuaj, nëse ti ke një shqetësim, një gjendje shëndetësore, një problematik shëndetësore, unë ta konsideroj dhe ditën e hënë që doktori do t'jetë në studio, do t'a pyes ekskluzivisht për ju. Për çfarë gjendje? Unë ta konsideroj dhe të lutem më dëgjoj nga telefoni që mos na kthehet zëri. Po. Jam me infeksion urinar. Bukur. Pra, infeksionet urinare që janë të shpeshta tani dhe fillojnë edhe pishinat, edhe këto plazhet, patjetër që janë problematik kryesore tek vajzat, tek gratë, kështu që pse jo mund të jetë një temë shumë interesante për ta trajtuar ditën e hënë. Do t'ja sugjeroj patjetër doktor Yllit. Ndërkohë, ne vazhdojmë tani të servirim, sepse jemi drejt përfundimit të gjellës me bizele. I lam të zjejnë mjaftueshëm. Shumë pak minuta u deshën. Masën e qepëve të njoma. Nëse do më duhet. Pra ajo është gjithmonë në bazë të shijes që ju keni. Ose vendosit ta lëni pa ujë, ose me pak ujë. Unë si Albana dua të kem edhe pak ujë. Do në qik lëngë tani, se dhe të thatë fare. Nëse ne duam të thatë, shtojmë oriz. Po. Fare, sa të marrë një klim ujë. E duhur, ideale. Ngjyra është mirë deri tani, nuk e kemi zbehur. Me bizele. Ansoret. Dhe jemi në kohën e duhur. Edhe pa tjetër të marrë dhe një pjatun edhe. Receta e dytë e bizeleve
Flodi si dhe këto recetat thjeshta që gatuhen brenda minutazhit që ne kemi në hapësirën tonë, sepse janë receta vere, të cilat nuk na marrin shumë kohë. Albana do të servirë tani edhe gjellën me bizele, me domate, me qep të njoma. Një sekond, sepse e di që pamja... Vendosim edhe. Akullore nuk po e vendosim për të ngrirë, sepse në minutat e fundit do ta lëm këtu në tryez. Përshëndetje, kam mbritur një tjetër telefonat. Ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes si jeni? Nga po na ndiqni? Mirë, shumë faleminderit. Nga Tirana. Nga Tirana. Nga Tirana. Çfarë gatuani ju sot në familjen tuaj? Në fakt unë kam bërë takosi me mish senqi nga kurbani që ngel. Ju bëft mirë. U shkëput apo e morën zonjën në telefon? E kemi zonjën në telefon? Lini ka shkëputur. E morën shoqet e veta për kafe, ndoshta komshia. Pin kafe në miqja, po vonë një ora 10, kështu 10 pa 10, kështu që fillon edhe vapa.